Nëse ne referohemi pa ndeshjet e 2026-s, Vllaznia ishte shkëputur 7 pikë nga Kreu, nga Ignatja. Sot është me pikë barabarta. Pra ishte në vend prapë nuk ka, prapë më të shkosh Fanenfort dhe bësh prapë. Dhe për sa i takon formulës, për gjithë ata që na ndjekin, ka shumë rëndësi pikët. Sepse kur në vitet 2 vite më parë ishte vendi i parë i duheshte thjesht barazimi dhe u zeronte çdo gjë, tani jo. Në fund, nëse po marrim një shembull, Ignatja po themi ka 70 pikë dhe 65 po Vllaznia, Ignatja pasaj shkon 35 dhe ekipi tjetër, në këtë rast pra Vllaznia shkon në kodën 32 pikë dhe 3 pikë, ku janë 3 ndeshje për të luajtur, janë shumë në fund. Ndryshon totalisht tabloja e gjës. Ajo që duhet thënë është fakti që këto 3 javët e para të 2026 e ka bërë kampionatin tetë spektakolar. Pra, Tirana merr 7 pikë dhe ka sot 17, ndërkohë kishte 10 pikë në 18 javë kampionat në 2 fazat lojës, sepse bleret e janarit po tërgojnë që janë shumë vendimtare. Lojtari që shënoi sot, Patrik Myslovic, ka ardhur në merkaton e janarit dhe shënoi gol në debutim kundër skuadrës së Skënderbeut me atë kualifikim që pati skuadra Bardhe Blu, tashmë shënon një gol shumë të rëndë dhe me një Tiranë që nuk kishte fituar kurrë pra me skuadrën e Flamurtarit, ndërkohë që kishte humbur në 2 takimet, kishte marrë vetëm 1 pikë në 2 takimet me skuadrën e Bylisit dhe shkon fiton në Ballç. Të fitosh në Ballç është shumë e vështirë, përvoj Ignatja që është kampion e fuqi. Ka fituar me shumë vështirësi me polemika vetëm Vllaznia, është mundur Dinamo, është mundur Partizani. Pra ky kampionat është bërë. Çfarë është i bukur ky kampionat, se ne sot diskutojmë emrin e madh të Tiranës, që diskutojmë bijetesën dhe diskutojmë sepse mori pikë në Ballç, e kuptoj apo jo? Po patjetër sepse prandaj është i bukur për kampionatin sepse Ballçi nuk ka bukuri fare kjo. Kjo nuk ka bukuri. Kjo ka që startoi gabim Tiranë. Tirana e startoi gabim në merkaton e Tirana ka disa vite që ka bërë një gjë tillë. Po jo, dakord pra, këtë po them. Kështu që në futboll nuk peshon më fanella, shumë fanella ka rëndësinë vetë në futboll, në fund peshon rezultatet.